Ju mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Policia e Lushnjës ka shoqëruar 6 persona në komisariat lidhur me shpërthimin që ndodhi në orët e para të mëngjesit në banesën e Klea Gjatës. Partnerja e Lajert Haxhiut, e cila kishte 2 muaj që ishte zhvendosur në Tiranë. Për të tjera të dhëna kam në një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Valbona Davidi dire nga Fieri. Valbona, të përshëndes, cilat janë të dhënat e deritanishme që ke mundur të sigurosh, cilat janë personat të shoqëruar dhe kush ka qenë shënjestër e këtij sulmi me tritol? Duket se shënjestër në pamje të parë ka qenë Vanesa e Shaqe Gjatës, 57 vjeçe, banore në lagjen nga Furmuço në qytetin e Lushnjës, që është e ëma e Klea Gjatës dhe kjo e fundit partnere e Lajert Haxhiut, personit i cili është i dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia shqiptare. Me sa duket, ka qenë një sasi e vogël tritoli dhe shënjestër, në fakt nuk mund të themi se ka patur, por thjesht ndoshta një mesazh kërcënues që është vendosur në banesën e Shaqe Gjatës. Kjo e fundit, sipas të dhënave, por edhe sipas konfirmimit që kemi marrë nëpërmjet pamjeve filmike, ka qenë në banesë e vetme në kohën kur ndodhi shpërthimi. Ishte një sasi e vogël lënde plasëse, si kundër thot policia, dhe janë shkaktuar vetëm dëme materiale të cilat në fakt nuk mund t'i masim në kuptimin nëse kanë qenë dëme të konsiderueshme për shkak të lëndës apo sasisë që është vendosur, apo për shkak të pozicionit ku është vendosur lënda plasëse, sepse si kundër kemi parë nga pamjet është vendosur në cepin e murit të jashtëm të banesës në katin e parë të pallatit 5 katësh ku jeton Shaqe Gjata, si kundër tham në komunikimin edhe më herët. Bëhet fjalë për 6 persona deri tani të shoqëruar në komisariatin e policisë së Lushnjës për të marrë në pyetje si persona të cilët kanë ndjeni për ngjarjen, por sigurisht vazhdojnë hetimet, grupi hetimor vazhdon hetimet sepse janë kthyer kamerat e sigurisë përreth zonës, të cilat do të bëjnë të mundur në një farë mënyre për hetuesit të kuptojnë se cilët kanë qenë personat që kanë qarkulluar apo automjetet që kanë qarkulluar në ato orë të mëngjesit, sepse bëhet fjalë për orën 1 të mëngjesit të ditës së sotme kur ka ndodhur shpërthimi, dhe për të parë nëse do të ketë persona të tjerë të shoqëruar apo jo, në cilësinë e personit që di për ngjarjen apo në cilësinë e personit të dyshuar për ngjarjen. Deri tani nuk kemi një konfirmim nga policia e Fierit nëse kemi persona të dyshuar për cilët do të vazhdojë hetimi më tej, apo thjesht persona të cilët do të shoqërohen, do të merren në pyetje dhe do të lihen më pas të lirë. Ajo që dim nga burime në komisariatin e policisë së Lushnjës është se pistat janë të hapura në kuptimin se derisa të gjendet autori hetuesit do të kërkojnë sigurisht për motivin e ngjarjes, dhe duket se motivi i ngjarjes mund të jetë një mesazh kërcënues ndaj partneres Lajert Haxhiut nga kundërshtarët e tij, apo një skenim i ngjarjes nga vetë Klea Gjata, ose një tjetër pistë e cila është në fakt ajo që mendohet ose e para që diskutohet në raste të tilla, kundërshtarët e Lajert Haxhiut kanë tentuar apo kanë kërkuar të japin një mesazh kërcënues, por jo në familjarët e tij, sepse duhet të themi se për hetuesit është e paqartë se nëse do të kishim të bënim me një mesazh kërcënues, sepse është e qartë që nuk ka pasur qëllim të dëmtonin apo të rrezikonin jetën e shtetases e Shaqe Gjata për shkak të sasisë së ulët apo të vogël të lëndës plasëse, për hetuesit është e paqartë sepse mesazhi kërcënues do t'i drejtohej pikërisht nënës së partneres së tij apo ish partneres së tij. Duke qenë se familja e Lajert Haxhiut jeton pranë zonës ku ka ndodhur ngjarja. Megjithatë, ajo që duhet të themi është në fakti se hetimet vazhdojnë. Kemi deri tani 6 persona të shoqëruar, ndërkohë që sa i takon historikut dhe shkakut të dënimit të përjetshëm që ka marrë Lajert Haxhiu, është pikërisht historia e ngjarjeve, vrasjeve për të cilat ai akuzohet si kundërshtar i bandës Aldo Bares për shkak të le të themi hakmarrjeve apo për shkak të vrasjeve që kanë ndodhur mes dy palëve.
Albona Davidi, faleminderit për gjitha detajet që ndave dhe në fakt ne do mbetemi po tek Lajert Haxhiu në burgun e Drenovës, aty ku ai po vuan dënimin, ka patur kontrolle në të gjitha qelit ku janë gjetur drogë dhe celular. Telefoni që u gjet një të dënuari dyshohet se i përkiste Lajert Haxhiut dhe mbahej nga ky person i fshehur. Gjatë kontrollit në një tjetër qelit burgut u gjet një sasi droge, por edhe në muajin qershor kujtojmë që gjatë një kontrolli po në burgun e Drenovës, Lajert Haxhiut ju gjetën 4 celular. Vetëm një javë pas kontrolleve në burgun e Peqenit, forcat e policisë kanë ushtruar kontrolle edhe në institucionin e ekzekutimit të vendimit penal të Drenovës. Sipas informacioneve të deritanishme, në këtë burg janë gjetur celular dhe lëndë narkotike. Sasia e vogël e kanabisit u gjet në godinën B të paraburgimit, ndërsa në dhomën e të dënuarit Gjensi Lipo është gjetur një aparat celular. Gjensi Lipo është dënuar me 19 vite burg për vrasjen e bashkëfshatarit të tij, Erion Ibi. Policia ka dyshime se telefoni gjetur në qelin e Lipos i përket Lajert Haxhiut, por pritet ekspertimi i mëtejshëm për të parë nëse ka biseda dhe për të konfirmuar nëse i përket të dënuarit Haxhiu. Ky nuk është rasti i parë që këtij të dënuari i gjetën telefona në ambientet e burgut, pasi edhe në muajin qershor të këtij viti u sekuestruan 4 telefona që i përkisnin atij. Hetimet vijojnë nga prokuroria për zbardhjen e mëtejshme të gjitha rrethanave për zbuluar dhe mënyrën dhe personat e përfshirë në futjen e drogës dhe telefonit në institucionin e ekzekutimit të vendimit penal të Drenovës. Dhe një natë pas ngjarjes që u regjistrua në Fushkruj, kreu i njësisë administrative Ilir Loci është marrë në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore lidhur me sasinë e eksplozivit që u vua automjetit të tij mbrëmjen e së hënës. Unë kam në një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Blona Sari, e cila ka mundur të siguroj më tepër detaje. Lona, të përshëndes, cilat janë të dhënat e deritanishme që ke siguruar edhe nga dëshmia e Ilir Locit dhënë përpara oficerëve të policisë gjyqësore? Të përshëndes Kasandra, një natë pas ngjarjes u regjistrua dhe shpërthimi në zonën e Fushkrujës, pikërisht automjetit i Range Rover që është në pronësi të Ilir Locit, kreu të njësisë administrative të kësaj zone. Policia ka rimarrë disa herë në pyetje në fakt zotin Loci, i cili fillimisht në një kategori ka mohuar që të ketë lidhje me ngjarjen apo që të ketë qenë mjeti i tij, le të themi shënjestër e këtij paralajmërimi të cilësuar kështu dhe nga grupi që po udhëheq hetime. Ne kemi mundur që të mësojmë se Loci shprehur se nuk ka konflikte me askënd dhe se nuk ende ai vijon të ketë të mohojë se mund të jetë pikërisht mjeti i tij, ndonse në fakt nga kamerat e sigurisë që janë hapur pranë restorantit, por edhe të gjitha detajet e tjera çojnë rrugët, pra të gjitha rrugët dhe e hetimit të çojnë drejt faktit që po në fakt ka qenë mjeti i zotit Loci, shënjestër e këtij paralajmërimi, le të themi. Në fakt ne kemi edhe në ekran në këto momente edhe pamjet që ti ke siguruar nga shpërthimi i makinës së kryetarit të njësisë administrative Ilir Loci, janë këto pamjet ekskluzive që ti ke siguruar ku duket dëmtime të mëdha në automjetin e Ilir Locit apo jo? E vërtet, Kasandra, sapo kemi mundur në fakt që të sigurojmë për ABC News disa foto të mjetit Range Rover që edhe u dëmtua, pra pikërisht edhe pse në oborrin, le të themi, e parkimit ku ka ndodhur, pra restorant ku ka ndodhur ngjarja, ka pasur hapësira të tjera. Personi i cili në fakt është parë dhe nga kamerat e sigurisë, nga informacionet që kam, është ka zgjedhur pikërisht mjetin e zotit Loci për të hedhur sasinë eksplozivit dhe siç duket nga pamjet është pikërisht në pjesën e përparme nga ana e pasagjerit, pra aty ku është hedhur eksplozivi dhe lënda plasëse, ndërkohë që sipas edhe hetimeve shkak ose në sakt pista kryesore ku po heton dhe janë shtrirë të gjitha verifikimet e mundshme nga ana e policisë, është detyra e tij si kryetari i njësisë administrative në Fushkruj, por nuk përjashtohet as detyra që ka pasur pak më herët si nën kryetari i Bashkisë së Krujës. Pra, ndërkohë që në fakt konflikte nuk raportohet këtë pasur me askënd, vetë zoti Loci apo familjarët e tij të cilët patjetër janë marrë në deklarata dhe ju shmarr deklarata dhe janë marrë në pyetje nga oficerët policisë gjyqësore, ndonse Loci e mohon kategorikisht. Policia thotë se në përfundim edhe të verifikimeve nga ana e kamerave të sigurisë që janë kërkuar për të parë në pjesën tjetër të rrugës autori,
që është par apo personi i cili ka hedhur lëndën eksplozive, do duhet dyshohet jetë një person i cili e njeh zonën shumë mirë, për shkak se ka shkuar në pak sekonda ka ndodhur e gjithë ngjarja, ka hedhur sasin e tritorit pikërisht në mjetin e zotit Loci, gjë që dyshohet se ka pasur dhe informacion ku ishte mjeti për shkak të shpejtësisë që ka ndodhur ngjarja të paktën. Këto janë dhe informacione që na kanë ardhur kemi mundur të sigurojmë nga antarë të grupit të hetimit, por ngjarja mbetet për të parë. Pista kryesore është ajo për shkak të detyrës, thot grupi i hetimit, do të shohim se çfarë do të vijojë dhe çfarë do të zbardhim më tej rreth kësaj ngjarje dhe kush është personi i cili ka vendosur apo hodhi sasinë e tritolit në restorantin ku darkonte zoti Loci, ndërkohë që i dëmtuar mbeti dhe një tjetër për shkak se shpërtimi ka qenë goxha i fuqishëm dhe është dëgjuar thuajse në të gjithë zonën. Leona Sari, faleminderit për raportimin e drejt për drejt. Mirë, për të ndalur tani së bashku tek të tjera zhvillime, kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka miratuar dorëheqjet e drejtorëve të bashkisë, në fakt ashtu siç ishte paralajmëruar edhe disa ditë më parë, miratimi i dorëheqjes së 5 krerëve të njësive administrative është pastuar nga miratime dorëheqjesh në nivel drejtorish të Bashkisë së Durrësit. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, tashmë me miratimin e dorëheqjeve, ka të tjera dorëheqje në fakt për të miratuar dhe ka vakanca në drejtorit e Bashkisë së Durrësit, çfarë pritet ndodh? Përshëndetje Kassandra, në fakt duke filluar që nga dita e sotme janë disa vende vakante në Bashkinë e Durrësit në drejtoritë përkatëse në varësi të saj, të cilat priten që të bëhen me drejtues të rinj. Në një farë mënyre është çështje ditësh që Bashkia e Durrësit jetë me një skuadër krejtësisht të re në drejtim të drejtorive që varen nga Bashkia e Durrësit, ndërkohë që deri në këto momente që po flasim në faqen zyrtare të Bashkisë së Durrësit janë 2 vende vakante, të cilat janë firmosur gjatë fundjavës së parë, bëhet fjalë për drejtorinë ekonomike në Bashkinë e Durrësit, por edhe atë të çështjeve sociale. Janë 2 emra të cilët më përpara mbaheshin nga drejtoresha Meme Xhafera, ndërkohë që në ditën e vazhdim pritet që të emërohen edhe drejtorët e rinj pikërisht në këto 2 drejtori në Bashkinë e Durrësit. Ndërkohë që përgjatë ditës së djeshme dhe ditës së sotme, kryetarja e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako mësohet të ketë firmosur ose të ketë pranuar edhe dorëheqjet e tjera të disa prej drejtorëve që janë në varësi të Bashkisë së Durrësit, ku në qoftë se do flasim me shifra rreth 80% e drejtorëve të Bashkisë së Durrësit tashmë janë të shkarkuar, pra janë miratuar dorëheqjet nga ana e kryetares Bashkisë Emiriana Sako. Vetëm një pjesë e tyre pritet që të rrinë edhe për një kohë tjetër në drejtim të tyre, siç janë disa prej drejtorive, për hir të së vërtetës drejtorive të rëndësishme në Bashkinë e Durrësit. Megjithatë, pak ditë më parë ne thamë që 5 drejtues të njësive administrative në Bashkinë e Durrësit ju pranua kërkesa e dorëheqjes dhe u zvendçuan me drejtues të rinj. Tashmë pritet që të zyrtarizohen edhe emërimet e tjera në Bashkinë e Durrësit. Pra që thamë pak më parë me pak fjalë për ta përmbledhur, Bashkia e Durrësit shumë shpejt do të shfaqet me një fytyrë të re për sa i përket drejtuesve të drejtorive që varen nga Bashkia e Durrësit. Pra me Emiriana Sako
pak kohë do të jetë krejtësisht me skuadër të re për të ardhur në ndihmë dhe për të shërbyer qytetit bregdetar. Leonida, faleminderit për raportimin e drejt për drejt. Ne do shkojmë tani në fakt drejt për së drejti me fjalën e kryetarit të grupit parlamentar të socialistëve, zoti Taulant Balla, pas një konferencë, një deklarat që vjen pasi u rrëzua kërkesa e PD-s për mocion. Është komunikimi i parë publik për këtë çështje. Dua të ftoj gjithë qytetarët e t'u them që Kuvendi i Shqipërisë më në fund ka një mundësi, ka një derë, ka një adresë ku çdo qytetar apo grup qytetarësh apo komunitete të cilët kanë një problematik me institucion të saktuar, kanë një çështje për të ngritur, kanë një peticion për të depozituar, edhe pse neni ka qenë rregullore, neni për peticionet ka qenë një rrëmuj brenda rregullores dhe që duhet të ripar, tani ka një derë ku çdo nismë qytetare, ka një adresë ku çdo iniciativë qytetare mund të depozitohet dhe do të ndiqet me kujdes dhe me prioritet. Por Kuvendi i Shqipërisë i ka dhënë këtij komisioni dhe detyrën për të monitoruar edhe rezolutat, meqense ishim për një çështje rezolutash, pra kemi mundësinë që përmes këtij komisioni të ndjekim dhe të Kuvendi dhe deputetët të mahen të informuar, miratoi Kuvendi i Shqipërisë një rezolut për këtë çështje. Si po ndiqen porosit detyra që la Kuvendi për atë çështje? Dhe ky është komisioni i cili do ta ketë të detyrë. Këtë komision e kanë të gjitha parlamentet që unë njoh. I referohem të Bundestagut, që e kam marrë gjithmonë si model, i referohem Parlamentit Evropian, por nëse doni i referohem dhe një formë të përngjashme dhe Kongresit Amerikan. Pra më në fund kemi një komision në Kuvendin e Shqipërisë që rezolutat e Kuvendit të mos jenë copa letre që miratohen një ditë dhe askush nuk di çfarë ndodh, por kemi një komision i cili do na garantojë ndjekjen e këtyre detyrave, e këtyre prioriteteve, e këtyre kërkesave në mënyrë të përditshme, të përjapshme, të përmuajshme. Të lutem. Tani besoj që unë jam i drejt për drejt dhe unë personalisht si një kryetar grupi në disa legislatura, të paktën në 3 deri tani. Mund të them që historia e raportimeve në Kuvendin e Shqipërisë le shumë për dëshiruar. Ose ka lënë shumë për dëshiruar dhe uroj që kjo legislaturë e re të fillojë me një qasje të re. Besoj edhe ju gazetarët e bashkëndani me mua vlerësimin që na duhet një qasje e re në fazën që ndodhet Shqipëria, që të jemi vetë kritik, por dhe të mbi bazën e problematikave të konstatuara ndër vitet fillojmë një qasje të re. Dhe unë nuk po them që Komisioni i Ligjeve nuk e ka bërë detyrë. Përkundrazi, është një gjë që një komision i cili e ka në fushën e vet mbulimit të jetë natyrshëm aty për të dëgjuar raportimin, për të bërë pyetjet, për të analizuar punën, për ta ndjekur, por është më mirë, si sheh njeriu më mirë me 1 sy apo me 2 sy. Unë mendoj që njeriu sheh më mirë me 2 sy. Kështu që dhe ne kemi vënë Kuvendit 2 sy për ta parë, për t'i pasur përballë gjitha këto institucione, 30 institucione, dhe për të thënë këtu po ke bërë këtë, po ke harruar pa bërë këtë. Dhe ndërkohë që kjo është, le të themi, për kohën e mbetur, mos harrojmë që kemi vetëm pak javë në dispozicion për ta kryer këtë vit, dhe ftesa ime për opozitën në konferencë kryetarëve dje ka qenë që të fillojmë të mendojmë një qasje të re, duke shoqëruar këtë dhe them drejtën një nga kryetarët e grupeve të opozitës ka qenë pozitiv për të propozimin për ta riparë mënyrën e raportimit. Neni 103 mos gaboj, po 102-103 se janë vijus me njëri tjetrin, duhen riparë për ta bërë raportimin më të plot dhe për t'ju ikur atyre seancave që sharake, kur çohet njëri nga salla atje i thot atij institucioni pavarur, dëgjoj se të kam çuar unë një kërkesë, çfarë u bë me atë kërkesën time, por duhet jetë një gjë më institucionale, siç e kanë gjithë parlamentet e vendeve antarë të Bashkimit Evropian apo
vendet tjera partnerë. Ernon Velia e ka ankimuar vendimin e Këshillit Ministrave në gjykatën kushtetuese. Tani, Ambrozia, jo, më fal, tashi, unë e kemi bërë, ka thënë parlamenti duhet të gjejë mekanizma dhe zgjidhje për këtë ngërç ligjor. Majoranca do të presë të gjithë procesin në kushtetuese. E kemi bërë gjithmonë rregull dhe madje ju vetë, ju gazetarët ma keni kërkuar që kur dalin flasim për vendimet e konferencës kryetarëve, i referohemi vetëm vendimet e konferencës kryetarëve. Sepse unë dua që të kemi një rregull që kur mblidhemi të flasim për një çështje, flasim për atë çështje. Faleminderit shumë. Ju jeni kreu saj. Ju ma keni kërkuar këtë dhe unë patoj për situe. Indeksohen me 2.5% pensionet në vendin tonë, vendimi është shpallur në fletoren zyrtare dhe parashikon që zbatimi të nisë nga 1 tetori. Rritja varion nga 296 deri në 490 lek. Në total, parashikohet përfitojnë mbi 721.000 pensionistë. Pensionet në vend pritet të kenë një indeksim prej 2.5% duke nisur nga 1 tetori. Qeveria ka miratuar vendimin i cili ka një efekt financiar prej 1 miliard e 120 milion lekësh. Ky nivel është përcaktuar pas përllogaritjes që realizohet në bazë të indeksit të çmimeve të konsumit të shportës së mallrave dhe shërbimeve për pensionistët nga Instituti i Statistikave. Në këtë përllogaritje merren për bazë produktet dhe shërbimet kryesore për të cilat kanë më shumë nevojë pensionistët dhe rritja e çmimeve përgjatë vitit. Por sa është rritja e pensioneve me indeksimin e këtij viti? Sipas një përllogaritjeje, pensionet mesatare urbane do të përfitojnë një shtesë prej 490 lekësh, ndërsa pensionet mesatare rurale do të marrin një shtesë prej 296 lek. Në total në vend rezultojnë se janë mbi 721.000 pensionistë. Aktualisht qeveria po punon për rishikimin e plotë të skemës së pensioneve në bashkëpunim me Bankën Botërore, por vëmendja tashmë është përqendruar në rritjen e kontribuesve dhe uljen e deficitit të skemës së sigurimeve shoqërore. Indeksimi është një vendim i përvitshëm dhe është një detyrim për të kompensuar rritjen e çmimeve në vend ose nivelin e inflacionit. Greta, të përshëndes, çfarë ndodhi në mbledhjen e konferencës së kryetarëve të grupeve parlamentare? Kasandra, të përshëndes, konferenca e kryetarëve rrëzoi 2 kërkesat e Partisë Demokratike. Para kishte të bënte për një mocion me debat sa i përket programit qeverisës, i cili duhet thënë në fakt për shkak të kaosit që krijoi opozita nuk arriti të prezantojë gjatë seancës së parë të parlamentit, po ashtu gjatë konferenca e kryetarëve rrëzoi edhe një tjetër kërkesë të opozitës, e cila parashikonte një mocion me debat me qëllim finalizimin në një rezolutë sa i përket dënimit të genocidit serb në Kosovë. Në përfundim në fakt të mbledhjes së kryetarëve në emër të mazhorancës, Tauland Balla shpjegoi arsyet se pse konferenca e kryetarëve rrëzoi këto 2 kërkesa të Partisë Demokratike. Sa i përket kërkesës së parë për programin qeverisës, zoti Balla tha se opozita, mënyra se si ishte hartuar kërkesa, nuk binte ndesh me rregullat e rregullores, duke marrë në konsiderat faktin se opozita kishte kërkuar të paktën 6 çështje për të diskutuar në këtë mocion me debat, ndërkohë që rregulloria e parashikon qartë që për kërkimin e një mocioni me debat do duhet vetëm një çështje. Për këtë arsye dhe është rrëzuar kërkesa e tyre, ndërsa tha se opozita mund ta ribëj kërkesën dhe mund ta përsërisë kërkesën duke respektuar rregulloren e kuvendit. Greta Bullari, faleminderit për raportimin e drejt për drejt, për gjitha detajet që ndave, për të ndalur tek një tjetër zhvillim. Gjykata e lartë ka zgjedhur Asim Vokshin si antar të gjykatës kushtetuese që do zërë vendin e Holta Zaçajt. Ishin 3 kandidat në këtë garë sipas renditjes së bërë nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Pra Asim Vokshi është pasuesi i vendit të Holta Zaçajt në gjykatën kushtetuese.
Dalemi tani tek një zhvillim i minutave të fundit. Shqipëria do të luajë në prani të tifozëve në stadiumin e Leskovacit ndaj Serbisë, por me një kapacitet të shkurtuar. FIFA mori vendim për të mbyllur 20% të tribunave për sfidën e 11 tetorit të vlefshme për eliminatorit e kampionatit botëror. Kjo do të thotë se të pranishëm do të jenë 6500 spektator nga 8100 vende që është kapaciteti. Ky vendim erdhi për shkak të incidenteve në sfidën ndaj Anglisë në Beograd, ku një lojtari anglez ju drejtua reze lazer pati përplasje mes tifozëve, si edhe thirrje simbole nacionaliste. Federata Serbe u ndëshkua edhe me 80.000 franga zvicerane gjob. Pritej që Serbia të ndëshkohej me mbyllje të plot të stadiumit, pasi ndodhej në ndënim me kusht dhe pati mbyllje të pjesshme të stadiumit në Anglisë me 15% spektator më pak. Muaj gusht dhe shtator solli zbulime të reja arkeologjike dhe projekte restauruese në parkun arkeologjik të Amantjas. Kam në një lidhje të drejt për drejt kolegun Elton Nika direkt nga Vlora. Elton, të përshëndes, ka patur zbulime interesante dhe të vlefshma, apo jo? Çfarë thon arkeologët për këtë rast? Bet fjalë për një nga zonat më të rëndësishme arkeologjike, të paktën në rrethin e Vlorës, siç është Parku Arkeologjik i Amantjes, aty ku prej kohësh ka patur gërmime të herpasershme. Gjatë fundit të muajit gusht dhe muajit shtator ka patur ndërhyrje në pjesën e parë të Parkut Arkeologjik të Amantjes, apo në pjesën fushore të tij, nëse mund të themi kështu, dhe ka patur zbulime të rëndësishme, siç janë ato të mureve rrethues, të cilat besohet se i takojnë shekullit të tretë para erës son. Por janë edhe detaje të tjera të rëndësishme që tregojnë për jetesën në këtë shtet i lirë, pasi ka të tjera të dhëna të cilat të tregojnë se në shekullin e 6 para erës son ka patur edhe, nëse mund të themi, dëmtime të këtyre mureve rrethues. Megjithatë, këto janë faktorë shumë të rëndësishëm, pasi tregojnë për ekzistencën e shtetit i lirë në Parkun Arkeologjik të Amantjes, siç konfirmojnë edhe arkeologët, por ndërkohë veç zbulimeve apo ndërhyrjeve të kryera, një punë e rëndësishme është kryer edhe projekteve për rikonstruksionin e gjitha zbulimeve të cilat janë kryer pikërisht në Parkun Arkeologjik të Amantjas. Ne kemi marrë intervistë edhe pikërisht një nga arkeologët e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në qytetin e Vlorës, pikërisht zotin Kreldian Qipa, i cili konfirmon pikërisht këtë fakt, pra zbulimin e rëndësishëm të kryer në Parkun Arkeologjik të Amantjas, siç e thash, i datojnë në shekullin e tretë para erës son, por edhe projekte të rëndësishme që janë duke u kryer në Parkun Arkeologjik të Amantjas dhe gërmime të cilat do të shtrihen edhe gjatë periudhave në vijim, pasi ka detaje dhe të dhëna shumë të rëndësishme për të tjera zbulime të cilat do të nxjerrin në pa edhe faktorë shumë të rëndësishëm që i përkasin pikërisht shtetit i lirë në Parkun Arkeologjik të Amantjas. Ne mund të ndjekim në një pjesë të intervistës pikërisht të zotit Qipa, referuar pikërisht asaj se çfarë është zbuluar në këtë Park Arkeologjik të Amantjas. Atëherë ka qenë një fushat pothuajse gjatë gërmimesh arkeologjike, por njëkohësisht edhe restaurimesh të kryera në Parkun Arkeologjik të Amantjas, së bashku me Drejtorinë e Shërbimit Arkeologjik, bashkëpunimi i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë së bashku me Drejtorinë e Shërbimit Arkeologjik. Synimi ka qenë e para evidentimi strukturave që ishin në pjesën verilindore të asaj që ne quajmë zona publike apo agoraja e qytetit antik të Amantjas. Gjithashtu edhe ndërhyrje restauruese me qëllim krahas restaurimit dhe konservimit të vareve monumentale të dala vitin e shkuar nga gërmimet arkeologjike që ne kemi kryer, edhe prezantimin e tyre për vizitorët shumë që vinë në Parkun Arkeologjik të Amantjas. Kështu që krahas qëllimit kërkimor shkencor
le të themi, që ka pasur ndërhyrjet e fundit, kanë pasur edhe për qëllim që të krijojnë, le të themi, një zonë atraktive vizitash për vizitorët e shumë të parkut arkeologjik. Çfarë zbuluas? Cili është zbulimi i fundit? Për çfarë flasim? Atëherë, zbulimi që ne kemi kryer është me rëndësi, sepse për herë të parë mësojmë se Amantja ose qyteti antik i Amantias ka pasur fortifikim edhe në pjesën jashtë Akropolit, pra në zonën publike jashtë Akropolit, çka është një, le të themi, një element i ri i urbanistikës së Amantias, gjithashtu na jep mundësinë për të kuptuar edhe shtrirjen e agoras antike në pjesën verilindore, le të themi, të saj. Kështu që na krijon një ide pak a shumë fillestare të organizimit të zonës publike apo zonës monumentale të Amantias në taracën lindore të saj. Mirë, Elton, do që më kështu një pjesë të intervistës me arkeologun Krelidian Qipat. Falenderoj dhe për raportimin e drejt për drejt, ndërkohë për të ndalur në fakt tek një tjetër zhvillim nga Vlora zhvendosemi në Lezhë, ku pas disa muaj shpun, Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Universitetin Politeknik kanë prezentuar rezultatet paraprake të hartografimit të zonave me potencial arkeologjik në këtë qytet. Kam në një lidhje të drejt për drejt kolegun Gjergj Figuri nga Lezhë. Gjergj, të përshëndes për ta thjeshtuar fakte dhe më shumë, çfarë do të thotë hartografimi i parkut arkeologjik Lezhës? Në fakt do të thotë krijimi një databazit të saktë me të gjitha të dhënat, jo vetëm asaj të tukshme që tashmë është evidentuar, por më rëndësishme është edhe fakti se çfarë fsheh nën toka e Lezhës. Duket se zbulimet janë shumë interesante, kjo duke nisur fillimisht nga Akrolisi, që deri më tani është pretenduar që i përket periudhës së bronzit, në fakt nga studimet e reja dhe ajo çfarë është bërë me teknika moderne, ka identifikuar se pikërisht kjo zonë i përket një pjesë më të hershme, pra asaj periudhës proto-urbane, por nga ana tjetër është bërë një identifikim i plot i të gjitha asaj çfarë nën toka fshe në 3 zonat kryesore, siç është Akrolisi, pjesa e parë e qytetit të Lisit të Lash, i ka paraprirë në fakt ndërtimit të Lisit, por më vonë edhe në zonën e Kalaz dhe tek memoriali i herojit kombëtar. Duket se në fakt nuk janë vetëm të dhëna statistikore, por ka të bëjë me identifikim të plot dhe mundësi që u krijohet tashmë arkeologëve, por edhe studiuesve për të parë akoma më në thellësi dhe më në brendësi të gjithë kësaj zone, ku edhe janë identifikuar në fakt zona me potencial të lartë arkeologjik. Në fakt, zona me intensitetin më të lartë është identifikuar pikërisht memoriali i Skënderbeut dhe në fakt shkon deri në thellësinë 5 metra, pra deri në thellësinë 5 metra janë identifikuar elemente mureve dhe elemente tjerë shumë të rëndësishëm që në fakt nuk janë identifikuar më parë, nuk janë gërmuar asnjëherë dhe tashmë ka një pasqyrë të saktë dhe plot se çfarë mund dhe ku duhet gërmuar në çdo rast. Sigurisht që kjo përbën një element shumë të rëndësishëm, sepse tashmë duke qenë se pjesa më e madhe e këtyre 3 zonave që unë përmenda, në fakt kanë patur pak gërmime dhe shumë pak identifikime të reja, tashmë jep një mundësi më të madhe pikërisht për të bërë gërmime të rëndësishme, por sigurisht edhe kreu i Komisionit të Arkeologjisë Neritan Ceka, që ka udhëhequr të gjithë grupin e punës, ka identifikuar si të nevojshme që në fakt këto zona arkeologjike të mund t'i kalojnë edhe pushtetit vendor si një mundësi që kanë ata për ta administruar më shumë se sa ministria duke qenë prezente në mënyrë të vazhdueshme, por e nga ana tjetër për të kthyer ata në momente që i shërbejnë edhe turizmit në tërësi. Në fakt, edhe për kryetarin e Bashkisë së Lezhës, që ishte i pranishëm në momentin kur u bën këto prezantime, kjo bashki është e gatshme për të kontribuar, por edhe për të lobuar në mënyrë që të bën ndërhyrjet e nevojshme dhe të kryen gërmime që identifikojnë të gjithë historinë e Lezhës, por në fakt duket se edhe nga ana tjetër, në fakt u është kërkuar bashkive nga pikërisht nga Akshi që të jenë më prezente me projekte, pasi ky institucion financon pikërisht pushtetin vendor për ndërhyrje të tilla që mund të rrisin dhe rrisin në mënyrë të ndjeshme kërkimin shkencor,
identifikimin dhe zbulimin, dhe kjo do t'i shërbej në fakt të dy institucioneve, por nga ana tjetër do të bëj të mundur që zona e Lezhës, përtej asaj çfarë sot identifikohet dhe shihet, të kenë mundësi për të krijuar zbulime të reja dhe shumë interesante. Në fakt janë gjetur edhe elementë të tjerë, pavarësisht se përflitet se pas shekullit të 4-5 para Krishtit, në fakt ka patur një shpopullim të zonës Akrolisit, kryesisht pas luftës që kishte me Filipin e Maqedonisë. Në fakt, nga zbulimet e reja kanë ndodhur krejt e kundërta, pasi janë gjetur element të qeramikave të tjera që tregon se ky qytetërim ka vijuar në mënyrë të vazhdueshme dhe se sigurisht tashmë duhet vetëm të kërkohet më shumë dhe duke patur një database të plotë, të saktë, të matjeve të reja, të identifikimeve të reja, krijon lehtësi shumë më të mëdha për të gjithë institucionet e interesuara, palët e interesuara, që të bëjnë veprimet e duhura. Ndërkohë, Gjergj, mund të ndjekim pak së bashku edhe prononcimet e kryetarit Komisionit të Arkeologjisë, por edhe të kryetarit Bashkisë së Lezhës, Pir Indreu. Synimi ka qenë krijimi i një sajti WebGIS, ku hidhet dhe gjithë informacioni kartografimit, pra për herë të parë jepet kartografia e parkut arkeologjik të Lezhës, që nuk ekziston, cila pastaj vjet në shërbim qoftë të bashkisë, qoftë kërkim shkencor, qoftë të institucioneve të turizmit. Së dyti është të studiojë më në hollësi asetet arkeologjike, që janë Akrolisi, pra lisi i lartë, në malin e shëlbumit, dhe gjithë qyteti antik i Lezhës. Këtu mund të themi që kemi të reja në datimin, në përcaktimin, pra nuk për shumë për Akrolisin, që është konsideruar një fortifikim i kohës bronzit, nuk është i tillë, është i periudhës proto-urbane, shekullit 5-4, dhe përbën fillimet e qytetit të ardhshëm të Lezhës, i cili zhvillohet kur sot Kalaja. Ka koha që ne si pushtet lokal të kërkojmë më shumë akses. Si që tha dhe profesori, unë kam ngritë dhe vazhdet të ngritë. Të ngritë që ky problemi i gjithë objekteve historike, kulturore, që kanë lidhje me trashëgiminë kulturore, duhet të jetë në administrimin e bashkisë. Qenë se ne jemi çdo ditë tu dhe merremi me gjithçka, është shumë e rëndësishme që duke marrë drejt për drejt, ne ta mësojmë situatën dhe të bëjmë që Lezhë të jetë në fokusin e turistëve me objekt vizitat në të gjithë vendet historike, të cilat janë shumë atraktive për turistët. Domethënë dukshëm turistët i pëlqejnë dhe marrin pjesë. Mirë, Gjergj, ndoqëm kështu edhe një pjesë të deklaratave se takon këtij prezantimi nga ana Akademisë së Shkencave për gjetjet e reja parkun arkeologjik. Faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë dhe për të ndalur në fakt nga Lezhat në Gjirokastër tek një tjetër sit arkeologjik, tek Kështjella e Gjiros, që edhe për këtë vit mbetet një nga më të vizituarat në të gjithë vendin. Kam në një lidhje të drejtë për drejtë direkt nga Gjirokastra, Lidon Berberi. Elidon, të përshëndes, Kështjella e Gjiros sërish më e vizituara, si janë këto shifra po t'i krahasojmë me një vit më parë? Në fakt jemi në ditën e fundit të muajit shtator, Kasandra, dhe në Gjirokastër kemi një prezencë mjaft të lartë të turistëve të cilët njihen me trashëgiminë kulturore dhe historike të qytetit të Gurdë. Aktualisht unë jam i pozicionuar në Kështjellën e Argjiro, monumenti kulturor historik më i vizituar, i cili u cilësua gjatë vitit të kaluar në mbar vendin, dhe me sa duket statistikat janë ende premise që ky monument shpallet sërish si ai më i vizituar. Kemi një prezencë shtuar edhe në këtë moment mjaft turistëve nga të gjitha vendet e botës, qoftë evropiane apo edhe më gjerë, të cilët të njihen me këtë monument kulture. Në qoftë se do të i referohemi statistikave që nga muaji janar deri në muajin gusht, pra statistikat e nëntmuajorit zyrtar, flasin për 210.000 turistë nga të gjitha vendet e botës, por edhe ata vendas. Por në qoftë se do t'i referohemi edhe disa statistikave që unë mora vetëm pak minuta më parë pranë drejtorisë të monumenteve, më shpohuar që sa i takon muajit shtator, edhe pse jo zyrtarisht, shifrat shkojnë në 265.000
vizitor, pra vetëm në kështjellën Argjiro. Në qoftë se do të bënim një krahasim me vitin e kaluar, shifrat janë disa herë më të larta dhe kam parasysh këtu faktin që në qoftë se kështjella Argjiro gjatë vitit të kaluar u shpall si monumenti më i vizituar në Shqipëri, shënonte 263.000 vizitor për gjatë gjithë vitit, kurse deri në këtë moment kemi 265.000 vizitor, pra 2.000 vizitor më tepër nga e gjithë viti i kaluar, por që statistikat janë, siç e thash, shumë premtuese, se kemi edhe muajin tetor i cili sjell gjithmonë bum turistik në Gjirokastër, kjo referuar edhe të paktën atyre informacioneve që unë kam marrë nga ambientet akoma-duese, të cilat më kanë popuar se shumica e tyre janë të pronatuara deri në 70-80 të kapaciteteve të tyre. Ardis Duka ka bërë me dije se jo vetëm kështjella Argjiro, por edhe sitet arkeologjike të Gjirokastrës apo edhe kultet fetare janë një aset i shtuar për atë çka ofron Gjirokastra në trashëgiminë kulturore dhe i njeh turistët e huaj me këtë pasuri e cila tashmë është e mbrojtur edhe nga UNESCO. Por ndjekim edhe çfarë ka thënë Ardis Duka, drejtori i monumenteve dhe trashëgimisë kulturore në Gjirokastër. Për periudhën e janar-gusht të vitit 2025, kalaja e Gjirokastrës vizituar në rreth 210.000 vizitor, me një rritje rreth 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ose në shifra absolute në 30.000 vizitor më shumë. Sitet më të vizituara në qendrën historike të qytetit Gjirokastrës, por jo vetëm, janë edhe objektet e kultit, siç është xhamia e Pazarit apo dhe kisha shpërfytyrimi që ndodhet në Pazarin e vjetër. Gjithashtu janë edhe disa prej objekteve karakteristike të Gjirokastrës, si shtëpia e Zekateve apo shtëpia e Skëndulateve. Ndërkohë në rrethin e Gjirokastrës, dhe jo vetëm, ka vizitor shumë të shumtë edhe në kishën e Labobës të Kryqit apo në sitet arkeologjik si Adrianopole dhe Antigone. Vret një rritje e përgjithshme e numrit të vizitorëve në të gjitha këto site, normalisht duke patur parasysh dhe zgjerimin e atraksioneve turistike apo promovimit të këtyre siteve. Lidon Berberi, faleminderit për raportimin dhe për intervistën që ke kryer. Dalim tani tek një zhvillim i minutës së fundit. Këshilli i Ministrave ka dërguar vakancat në të 6 bashkitë e vendit në presidencë, ka në një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Greta Bullari. Greta, të përshëndes, tashmë me dërgimin e vakancave në presidencë, çfarë pritet ndodh? Kassandra, të përshëndes, sikundërse e përmende, Këshilli i Ministrave ka dërguar në presidencë vakancën për bashkitë e Tiranës, por dhe për 5 bashkitë të vendit, të cilat do t'i drejtohen kutive të votimit për zgjedhje të parakohshme. Nga ky moment, presidenti i Republikës Bajram Begaj ka 48 orë ndjes për të dekretuar kështu datën për se kur do të mbahen zgjedhjet për këto bashki. Ligji parashikon që nga momenti i njoftimit i presidentit, jo më parë se 30 ditë dhe deri në 45 ditë do duhet që presidenti i Republikës Bajram Begaj të dekretoj kështu edhe zgjedhjet e parakohshme për këto bashki, të cilat tashmë kanë mbetur pa kryetar dhe qytetarët e tyre do t'i drejtohen kutive të votimit. Greta Bullari, faleminderit për raportimin e drejt për drejt për këtë informacion të minutës së fundit. Kemi ardhur në përfundim të Shqipëria Sot, të tjera zhvillime mund të ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News e ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu.